që nga data 8 gusht Kosova nuk është më në një situatë normale. Jemi përballë një krize që nuk mund të trajtohet si një mosmarrëveshje e zakonshme politike. Në këtë moment, përgjegjësia secilit prej nesh është e qartë: ta mbrojmë Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe funksionimin e institucioneve tona. Kur kushtetuta, ligjet dhe rregulloria e kuvendit nuk respektohet, krijohet një precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm, që rregullat e Republikës të varen nga vullneti një personi apo nga kalkulimet e një partie politike. Kjo nuk mund të normalizohet. Mandati i deputetit nuk është privilegj, është përgjegjësi, dhe kjo përgjegjësi fillon pikërisht me respektimin e rregullave që e mbajnë shtetin funksional. Prandaj i bëj thirrje të drejtë për drejtë kryesuesit të seancës konstituive që ta thërras dhe të vazhdoj seancën për konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk ka hapësirë për zvarritje. Kuvendit duhet të konstituohet. Kjo nuk është një kërkesë e një partie politike, është nevojë e Republikës Kosovës, sepse vetëm përmes funksionalizimit të kuvendit mund të rikthehet normaliteti institucional dhe rendi kushtetues. Nuk mund të flasim seriozisht për funksionim normal të shtetit, për qeveri apo për zgjedhjet të presidentit, ndërkohë që institucioni themelor, përfaqësuesi i qytetarëve, vazhdon të jetë i bllokuar. Së pari, duhet ta rikthejmë rendin kushtetues, të konstruojmë kuvendin, të funksionalizojmë institucionet. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, asnjë individ nuk është mbi Kushtetutën, asnjë parti nuk është mbi Kushtetutën, asnjë pushtet nuk është mbi Republikën e Kosovës. Kjo është vija që duhet ta mbrojmë të gjithë, sepse nëse sot lejojmë që rregullat të ndryshohen sipas interesit të momentit, nesër mund të jetë shumë vonë për të pyetur se kur filloi dobësimi i demokracisë. Prandaj, le ta kthejmë politikën aty ku duhet të jetë, në kuvend, në vot, në respektim të Kushtetutës. Qytetarët nuk na kanë votuar për të filluar kriza, na kanë votuar për të krijuar institucione, për të qeverisur dhe për të punuar për mirëqenien e tyre. Kosova nuk mund të mbahet peng, Kushtetuta nuk mund të negociohet, kuvendi duhet të funksionojë dhe mbi të gjitha Republika e Kosovës duhet të ecë përpara. Faleminderit.